Me 21 prill, pak përpara se të skadonte afati i armëpushimit mes SBA-ve dhe Iranit, Donald Trump njoftoi përmes rrjeteve sociale një shtyrje të re të afateve. Në mesazhin e tij ai evidentoi figurat kyçe që punuan intensivisht për të shmangur për shkallëzimin e dhunës. Me kërkesë të Feldmarshallit Asim Munir dhe kryeministrit të Pakistanit Shehbaz Sharif, na është kërkuar të pezullojmë sulmin ton ndaj Iranit derisa udhëheqësit dhe përfaqësuesit e tyre të arrijnë një propozim të përbashkët. Munir cilësohet shpesh si njeriu i vërtet i fortë i Pakistanit. Ai përfaqëson figurën më me ndikim ushtarak në një shtet ku ushtria ushtron një peshë vendimtare mbi jetën politike. Analistë të ndryshëm paralajmërojnë për një rrëshqitje të vendit drejt një regjimi hibrid, ku kontrolli de facto ushtrohet nga forcat e armatosura. Megjithatë, aftësia e tij për të fituar besimin e Trumpit, ndërkohë që ruan kanalet hapura komunikimi me autoritetet iraniane, e ka vendosur këtë oficer karriere dhe veteran të inteligjencës në epiqendër të negociatave që kanë një rëndësi globale. Nëse Pakistani është faqur si një ndërmjetës i papritur, Munir është padyshim arkitekti kryesor i këtyre bisedimeve. Nga pozicioni i tij strategjik ai ka arritur të ndërtojë marrëdhënie solide me të dyja palët antagoniste. Ai është ndër të paktët zyrtarë që gëzon privilegjin e vizitave në të dyja kryeqytetet, duke përcjellë mesazhe të drejtë për drejta dhe konfidenciale. Ai priti personalisht në aeroport zëvendës presidentin amerikan J.D. Vance për raundin e parë të bisedimeve të paqes në Islamabad. Gjithsesi, pas dështimit të raundit fillestar dhe në pritje të rezultateve të fazës së dytë, mbetet ende e paqartë nëse ai do të triumfojë aty ku diplomacia tradicionale ka dështuar vazhdimisht. I lindur në vitin 1968, Munir është pasardhës i një familje me vlera arsimore dhe fetare, duke qenë djali i një mësuesi dhe një imami. Ai u shua herët në shkollën e oficerëve ku u nderua me shpatën e nderit si studenti më i shkëlqyer. Pas shërbimit në njësitë e këmbësorisë, ai filloi studimet në Universitetin Kombëtar të Mbrojtjes dhe në institucione prestigjioze ushtarake në Japoni dhe Malajzi. Gjatë si atashe ushtarak në Arabinë Saudite mësoi përmendësh Kur'anin duke fituar titullin e respektuar Hafiz. Në vitin 2017 Munir u emërua drejtori i inteligjencës ushtarake dhe vetëm një vit më vonë mori drejtimin e shërbimeve të inteligjencës, ndonse u largua përkohësisht nga ky post në vitin 2022. Ai u emërua shef i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, pozicioni më i lartë vendimarrës për sigurinë dhe politikën kombëtare. Kjo ndodhi në një periudhë tensionesh të larta pas atentatit dhe burgosjes së ish kryeministrit Imran Khan. Në vitin 2024 Pakistani, si fuqi bërthamore dhe vendi i pestë më i populluar në botë, u përball me një krizë të rëndë ekonomike, ndërsa zgjedhjet shënuan rikthimin e familjes Sharif, fakt që konsolidoi më tej pushtetin e Munir mbi shtetin. Afrimi i tij me Donald Trump ka ecur paralelisht me ngjitjen e tij në hierarkinë ushtarake. Pas konfliktit të shkurtër me Indinë në maj 2025, ai u portretizua si heroi i një fitoreje vendimtare. Për rrjedhoj ai u promovua nga general me 4 yje në gradën e lartë të Feldmarshallit, duke u bërë i pari që mban këtë titull që prej vitit 59. Sipas analistit Kamar Shima, ky ishte momenti kur presidenti amerikan kuptoi peshën reale të Munir. Një muaj më vonë Trump e ftoi atë në shtëpinë e Bardhit duke shënuar një precedent historik ku një komandant ushtarak pritej me nderime shtetërore pa qenë zyrtarisht kreu i shtetit. Në atë takim krahas temave gjeopolitike u diskutua për tregtinë, zhvillimin ekonomik dhe teknologjitë e reja si kriptovalutat. Pas këtij takimi Trump deklaroi se pakistanezët e njohin Iranin më mirë se kushdo tjetër. Kjo qasje e re e Washingtonit ndaj Islamabadit përfaqëson një gërshetim të interesave gjeopolitike me ato të biznesit. Një shembull konkret është marrëveshja për ndërtimin e hotelit Roosevelt në Manhattan, pronë e Pakistanit me një vlerë prej afro $1 miliard. Negociatat u udhëhoqën nga i dërguari special i Trump, Steve Witkoff, i cili njëkohësisht drejton bisedimet për paqe dhe projektin për ndërtimin e Gazës, ku Pakistani ka premtuar një kontribut konsiderueshëm financiar. Më 15 prill Marshalli Munir mbërriti në Teheran me uniformë ceremoniale dhe shkopin e komandës, simboli i autoritetit të tij për të bindur udhëheqjen iraniane që të kthehej bisedimeve. Ndërmjetësimi i tij ishte vendimtar për sigurimin e një armëpushimi në një kohë kur kërcënimet e ndërsjellta për shkatrim ishin në kulmin e tyre. Gjatë qëndrimit 3 ditor atje ai zhvilloi takime të nivelit të lartë me udhëheqësit politik dhe ushtarak iranian, duke mbrojtur domosdoshmërinë e dialogut për një paqe rajonale. Pakistani ka një interes ekzistencial në këtë stabilitet, sepse ndan një kufi të gjatë me Iranin, por edhe lidhje të thella historike e fetare. Profesori Akil Shah vëren se Munir tashmë vepron si kreu de facto i ekzekutivit dhe arkitekti i diplomacisë pakistaneze. Një amendament kushtetues i nëntorit 2025 i dha atij kontroll mbi të gjitha degët e mbrojtjes dhe imunitet përjetshëm. Edhe pse rezultati përfundimtar i negociatave mbetet i pasigurt, analistët pajtohen se fakti që palët po komunikojnë është një sukses i padiskutueshëm i diplomacisë ushtarake të Munir. Siç shprehet Shima, detyra e Pakistanit është të mbajë gjallë shpresën dhe të kapërcejë mosbesimin e thellë. Tani bara e vendimarrjes u mbetet vetë palëve